Selam aleikum, paqja qoftë mbi ju. Uroj të jeni mirë. Sot do doja të flisja në lidhje me këtë trendin e ri që unë vetë nuk është se kam hasur shumë, por kam shumë ndjekës që ma kanë dërguar për ato vajza apo graj që kanë hequr shamin, apo kanë nga ato influencere që kanë hequr shamin. Sigurisht mua nuk është se më takon të flas shumë në lidhje me shamin, të paktën si person që unë nuk e mbaj shamin, përveç se në video me shpresën në Zot që një ditë do ta vendos. Por ama duhet të flas në lidhje me këtë pjesë, sepse vetë kam hasur njerëz që i njoh që kur kam ardhur këtu i kam gjetur me shami dhe papritur, mbasi kanë kaluar disa vite, kam parë që e hoqën shamin. Sigurisht në Arabi Saudite më përpara ka qenë me detyrim vendosja e shamisë. Dhe ka patur shumë njerëz, ka patur femra që nuk kanë zgjedhur ta mbajnë, kuptimin që nuk kanë arritur deri në atë ndjesinë për ta mbajtur. Patjetër duhet të kujtuar që shamia është obligim, duhet mbajtur, por nuk është ideja e forcës që duhet vënë me forcë. Sepse me shamin vijnë edhe gjërat e tjera, siç vjen mënyra e cjellurit. Është mbase për disa shumë e thjeshtë të vendosin shamin dhe të krijojnë atë pamjen e fetares apo atë pamjen për të mos u dukur ndoshta, sepse ideja është e modestisë. Shamia tregon pjesën e mbrojtjes dinjitetit femrës, ashtu siç e ka caktuar Allahu. Pavarësisht që ka shumë femra që kanë zgjedhur të mos e mbajnë për arsye të tyre personale. Unë kam qenë një ndër to që ka ardhur çudi kur shiha, domethënë kam parë realisht dikë që e ka hequr ndërkohë që e kisha gjetur këtu me shami. Dhe nuk është se hoqi në periudhën kur u lirua, domethënë kuptimin nuk ishte më me detyrim shamia, por filloi del ngadalë, domethënë duke hequr dhe më përpara. Dhe ajo që unë dua të them është le të mos i gjykojmë këto njerëz, nuk do të thotë se dikush hoqi shamin dhe ajo nuk është më muslimane. Nuk të bën vetëm shamia, sepse ka shumë hoxhallar që direkt kur nisin të flasin në lidhje me femrën, flasin gjithmonë si me forcë, si me detyrim, kuptimin detyrim njerëzor, në kuptimin që me detyrë flasin, vetëm tregojnë rregullat e femrës, por harrojnë të tregojnë rregullat e meshkujve se si ato duhet sillen. Por nuk duhen gjykuar, sepse dikush mund ta heqë shamin, ndoshta sepse e ka besimin dhe është zbehur pak besimi, por Allahu ka thënë sa herë që ju të largoni, sa herë që ju të ktheheni një hap, unë vi me vrap. Domethënë njeriu muslimani, ai që beson në një Zot, në librin e shenjtë, profetin Muhammed, në ëngjëj, ditën e gjykimit, në 5 shtyllat, zbaton 5 shtyllat e Islamit, ai është musliman, pavarësisht çdo gjë që mund të thuhet, po shamia, po hoqi shamin, po vuj shamin. Shamia është obligim dhe bravo i qoftë atyre që vendosin shamin, dhe ato që janë në mendje për ta vendosur, do t'i këshilloja vendoseni. Për disa është një test vetë shamia, për disa është ndoshta test besimi, ndoshta është një test që personal, disa siç e thash, domethënë janë disa pika pse dikush mund ta heqë shamin. Një mund të jetë rënia e besimit, ose zbehja e besimit, por kjo nuk do të thotë që ajo nuk është muslimane. Për shembull, ajo mund të falet 5 herë në ditë, ajo mund të zbatojë të gjitha rregullat e tjera. E dyta është probleme psikologjike, ndoshta një traumë që ajo është duke kaluar, ndoshta një depresion që ajo ka kaluar, ndoshta diçka që e ka vrarë shpirtërisht. Shpesh herë nga ana psikologjike ka femra që presin flokët të shkurtra mbas një ndarjeje të zë. Kjo është për efekt që ndihen sikur e larguan të tashmen dhe po hyn në një
të ardhme, prandaj dhe disa e çojnë këtë tek flokët. Ka shumë për shembull në stres e sipër që tek femrat paktën që direkt shkojnë tek salloni bukurisë apo shkojnë tek pjesa direkte e prerjes së flokëve. Këto femra me shami që vendosin të heqin shamin, nëse bëhet fjalë për probleme psikologjike, nuk presin flokët shkurt, thjesht ajo ideja se kur ato po mbyten ndoshta nga gjitha i stres, ndoshta e ndjejnë sikur shamia po i mbyt, vendosin që të heqin shamin, jo të presin flokët për shembull. Ka të tjerë që nuk kanë dashur asnjëherë ta vendosin shamin, janë detyruar nga familja, nga ndoshta bashkëshorti, nga shoqëria përreth, janë nxitur pa dëshirë të vendosin shamin. Domethënë janë detyruar dhe prandaj them shumicës një pjesë të prindërve, mos e detyroni sidomos kur është fëmijë. Okej, mund t'ja paraqesni, mund t'ja jepni si këshill patjetër, por nëse ju ja bëni me detyrim, do rritet një ditë, ndoshta sepse ky person që unë njoh e hoqi shamin mbas martese. Dhe unë u habita në fakt sepse si ka mundësi, se zakonisht kur martohen ka ca që e vendosin. Dhe aty kuptova që ndoshta dashje pa dashje, ajo është nxituar për ta vënë shamin, ndoshta ka kaluar stres dhe arriti të shpërthej. Prandaj nëse ti i thua fëmisë tënd me detyrim, me forcë, me arrogancë, me harbutësi, me në më t'jesh në mënyrë ushtarake ndaj fëmisë që vendosin shamin dhe pik, ose ca fshihen pas këshillave, ndërkohë që një këshill thuhet një herë, 2 herë, 3 herë, ja rikujton sërish që shamia është obligim. Unë ja rikujtoj vetes time disa qindra herë në ditë që shamia është obligim. Por është diçka që mund të keq kuptohet nga të tjerë, mund të mos kuptohet, mund të gjykohet nga të tjerë, por asgjë nuk është e prerë me thik. Le të rikujtojmë që ka njerëz që kanë të vendosur shamin dhe bëjnë një mjenje të zeza. Nëse ti vendos shamin, e vendos për Allahun, e vendos për ti si femër, për që ke je plotësuar në Islam dhe ke kuptuar idenë e shamis. Por shumica, një pjesë harrojnë që me shamin vjen edhe mënyra e cjellurit, edhe mënyra se ti e vendos shamin, sepse unë mendoj në momentin që unë dalloj një person që ka vendosur shamin, por në të njëjtën kohë ajo krijon të dukshme disa pjesë të tjera të trupit, ose i mban gjëra të mëngjit për të krijuar formë. Kur vendos shamin dhe nga ana e trupit bie në kontradikt me atë shami, unë mendoj që ajo si person ose është nxituar, ajo si person thellë nuk do që të vendosë shamin, ose është e detyruar, ose e bën për trend, tani është bërë trend shamia fatkeqësisht, astaghfirullah, por sa herë shoh dikë që në kokë janë të zbuluar dhe në trup janë, le të themi në mënyrë figurative të zbuluar, unë mendoj që ai person ose ai person nuk është i lirë brenda vetes, nuk ndihet plotësisht e vendosur në lidhje me shamin. Unë mendoj që ka femra që kanë dëshirë të duken shumë, ka femra që janë të nxitura, nuk e di, ndoshta nga zhvillimi hormonal, ndoshta janë të smura në kuptimin që duan gjithmonë të kenë atë tërheqjen e meshkujve, ndërkohë që përsërisht bien në kontradikt me Islamin. Ka raste shumë, kam patur kolege në punë që edhe pse për shembull të ishin të martuara, domethënë ndoshta fizikisht nuk bënin asnjë gjë, thjesht donin të kishin atë tërheqjen dhe kishin atë instiktin për të tërhequr gjinin e kundërt, nga vetë ato, normalisht jepnin sinjale, jepnin shenja, por që unë mendoj se nuk duhet të gjykojmë si këto persona që i heqin shamin, si këto persona që vënë shamin po nuk janë korrekte nga ana e veshjes trupore. Unë mendoj që këto kanë diçka për brenda vetes tyre që nuk janë ende në plotësim të asaj që duan. Për shembull, ke nga ato që duan ta vënë shamin, por në të njëjtën kohë duan edhe të duken, duan edhe të tërheqin. Domethënë, ke edhe nga ato pastaj që janë
gjithkohës kanë qenë në presion, vendose dhe në fund kanë shpërthyer dhe kanë hequr. Prandaj duhet një rrugë e mesme dhe nga eksperienca ime nuk është se ta zëm personi, është një gjë që njeriu e pengon. Ashtu siç njeriu zgjedh Islamin, domethënë rikthehet në Islam, konvertohet dhe nuk është me një buton që ke njerëz që direkt sapo konvertohen, domethënë sapo rikthehen në Islam, direkt vendosin shamin. Ke të tjera që si puna ime që duan është diçka që i pengon dhe kjo pjesë më trishton në kuptimin që nuk e di çfarë më pengon, por është një ndjesi e brendshme që ndoshta nuk jam gati, por sigurisht mos e merrni këtë si mesazh nga unë. Shamia është obligim, është shkruar në Kur'an që duhet vendoset dhe duhet ta vendosni. Ideja është që mos të vendosni stres dhe presion apo forcë ushtarake tek femra për të vendosur. Fatkeqësisht shoh disa nga ligjëratat që xhallarët shqiptar bëjnë në Shqipëri, ku gjithmonë shprehen femra, kur vjen fjala për femrën, femra këtë, femra atë, shamia, por harron si nuk kam parë një hoxhallar të flasi për uljen e shikimit të meshkujve. Unë kam qenë edhe këtu dhe andej në për xhami, kam vënë re që fatkeqësisht ke meshkuj që dalin nga xhamia direkt të flasin ose të shohin, duke harruar për çfarë ishin në xhami. Njeriu bie në kontradikt me shumë mëkate të tij. Ndonjëherë ai përpiqet të luftojë, ndoshta përpiqet të luftojë me veten e tij, me shpirtin e tij, por që duhet patur parasysh që siç këshillohet femra, duhet këshillohet dhe mashkulli. Nuk duhet i jepet një prioritet më të madh dhe mashkulli merr atë, ke meshkuj abuziv që marrin atë vetë kënaqësinë që shiko, ti do bësh çfarë them unë sepse kështu e ka thënë Allahu, ndërkohë që harrojnë detyrimet që kanë ndaj femrës, harrojnë, i hipën vetja në qef, mendojnë se janë lidera apo ku di unë, ndërkohë që bëjnë akoma më shumë mëkate duke lënduar atë femër. Prandaj motra dhe vëllezër dashur, sigurisht tash inshallah dhe unë udhëzohem, por ideja është që shamia është obligim, por duhet patur kujdes se si gjykojmë tjetrin. Nëse ne shkojmë dhe nxjerrim edhe unë më përpara, domethënë me kalimin e kohës e kuptova që nuk është mirë ti demaskosh këto njerëz, të thuash shife kjo çfarë bën, shife mirë është të këshillosh, patjetër, dhe nëse personja rrin e bën, është me saj dhe Allahut fundja. Ka shumë nga këto që quajnë veten influencerë që nuk e di se çfarë influencojnë, me thënë drejtën. Fatkeqësisht disa nuk është se marrin mesazhe pozitive apo pa paragjykuar, thjesht ndoshta janë atë fazën e adoleshencës, se unë kam qenë në një fazë adoleshence që ndoshta mund postoja budalliqe, mund postoja ndoshta doja të kisha vëmendje apo ku di unë, por nuk duhet gjykuar askënd, sepse ka njerëz që piqen me kalimin e kohës, ka njerëz që nuk i kuptojnë gjërat qartë, nuk kanë atë inteligjencën, njohurinë e qartë për t'i kuptuar. Mos i gjykoni, thash, disa që heqin shamin ose nuk e kanë, i është zbehur besimi, por inshallah mund të rikthehen sërish. Nuk mund t'i gjykojmë direkt me shpatë që shiko ti bërë, ok, këshilloj në mënyrë të mirë, në mënyrë të qetë, jo në mënyrë arrogante. Kjetë sa që kanë probleme psikologjike, në vend që të presin flokët, heqin shamin, e quajnë si çlirim të brendshëm, që fatkeqësisht është mëkat ajo që bëjnë, por nuk kemi të drejtë ne të themi ajo që unë vëre, që pse mendoj që këto femra që heqin shamin kanë një problem depresiv, një problem stresi për brenda, dhe nxjerrin tek shamia. Unë e shoh sepse në momentin që janë disa femra apo të njohur fytyra publike që kanë hequr shamin, në vend që ta heqin gradualisht, apo të japin një shpjegim thjesht si respekt ndaj Islamit, që pse e hoqën, në vend që ta heqin gradualisht, i heqin direkt, zhvishen direkt. E nxjerrin, duket që unë mendoj që këto femra kanë diçka që ndoshta është një traumë që ato po kalojnë dhe duhet shëruar.
Prandaj nuk duhet t'i gjykojmë. Thash edhe unë në fillim kam gjykuar në kuptimin jo gjykuar në mënyrë që t'i ofendoj, më tepër në kuptimin që në fillimet e mia mendoja kjo nuk beson më, prandaj e ka hequr. Me kalimin e viteve kuptoj që njeriu ka ndjesi të ndryshme brenda tyre dhe ne nuk kemi brenda zemrës njeriut, zemrën e sheh vetëm Allahu dhe nuk kemi të drejtë të themi që kjo hoqi Shamin nuk është muslimane, apo kjo nuk e vën Shamin nuk është muslimane, apo kjo që e ka Shamin është muslimane. Nuk kemi ne askush imagjino Allahu është i mëshirshëm, ai do na fal, ai do na gjykoj, ai do na i tregoj të gjitha ditën e gjykimit. Ideja është që duhet jemi pak më të kuptueshëm dhe duhet lutemi për këto persona. Kur shohim dikë që nuk është mirë, kuptimin të gjithë kemi patur raste që nuk kemi qenë mirë, të gjithëve na ndodh, do na ndodh. Të gjithëve kemi atë zbehje ndoshta të besimit dhe rikthimin sërish fuqishëm. Prandaj besimtar me jo besimtarin kuptohet tek pjesa kur ai rikthehet me 100 herë ndoshta tek Allahu. Por kjo është pra ajo që doja të thosha, që nuk kemi pse gjykojmë. Është ka shumë të njohur nuk e di që është bërë trend Shamia, me thënë drejtën, jo po kjo e ka vënë shtrembët, jo po nuk duhet vënë kështu, jo po shumë. Dhe shpesh herë gjithë ky presion e bën tjetrin që të largohet fare pastaj, thotë s'ke njerëz që mund ta kenë besimin e dobët dhe t'ia heqin atë besim që kanë. Kështu që në vend që t'i flisni dhe t'ia shprehni, është zgjedhja e saj në fund, është mesaj dhe Allahut. Është fatkeqësi që prandaj duhet të jesh shumë e sigurt për të vendosur. Nuk është ndjesi e mirë ta vesh Shamin, ta mbash për shumë kohë më pas ta heqësh. Të jetë një ndjesi, nuk e di dhe unë që nuk e mbaj Shamin, kur shoh njerëz më vjen keq, më shumë më vjen keq. Por nuk dua t'i gjykoj sepse ato ndoshta kanë një luftë brenda vetes tyre, ndoshta ka diçka që nuk shkon në momente dhe inshallah ato rikthehen, por nuk do të thotë, nuk mund të themi ne nuk jam muslimane, apo dikush që del aty dhe kërcen apo vjen me i kap shumë etj. Në fillimet e mia thosha të njëjtën gjë gjykoja, por tani kuptoj që kam arritur në një stad, kuptoj që edhe unë gjykoj për çfarë? Në fund do jenë ato, është mes tyre dhe Allahut, në fund ato do gjykohen. Sigurisht unë nuk marr mesazhet për unë nuk mësoj prej tyre. Nëse ka femra, them më vjen keq që shoh, por që edhe unë nuk jam perfekte, nuk mund të gjykoj, unë nuk po e mbaj vetë Shamin dhe po bëj gabim, sepse kur them gabim është obligim. Dhe prandaj nuk duhet t'i godasim, t'i sulmojmë direkt. Ndoshta ato po bëjnë diçka, ndoshta kështu, ndoshta ashtu. Hamencimi është haram në Islam. Të hamencosh çado të jetë, më mirë foli tjetrit troç në mënyrë të butë, gjithmonë, sepse ka njerëz që marrin keq, ters, njerëz që ndihen keq në atë momente, ti thua diçka më keq dhe ai ndihet keq. Sigurisht jemi të gjithë një lloj, por nuk ka njerëz që mund t'i bëjnë vërtet gjëra thjesht për të dukur, po edhe ato nuk ka frikë Allahun. Nëse ajo ndihet mirë me veprimet që është duke bërë, atëherë është mesaj dhe Allahut. Nuk kemi pse gjykojmë, jo po kjo kështu, jo pa ashtu. Çdo musliman i di të gjitha gjërat që duhet në lidhje me Islamin. Pastaj, çfarë duhet të bëj, është mes tyre dhe Allahut. Sigurisht ne kemi të drejtën kur shohim diçka ta themi, ta këshillojmë, por nuk më vjen keq sepse nuk është se dua të tregohem feministe. Unë jam me të drejtën, nuk ka edhe meshkujt që kanë të drejtat e tyre dhe femrat kanë të drejtën e tyre. Por më vjen keq sepse jemi një popull patriarkal në kuptimin që kemi këto ngjasime, ndoshta edhe me kulturën arabe, pjesa e patriarkalizmit apo e meshkujve që të marrin vendime. Shpesh herë gabimet që bëhen kur shpjegohen, kur jepen ligjërata nga hoxhallarët, siç e thash, japin atë mesazhin gabim. Si nuk pash një hoxhallar të dëgjoj, të tregoj sjelljen e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Si nuk thonë, në momentin po din të thonë vetëm çfarë duhet dhe çfarë s'duhet bëj gruaja, din të japin atë
frikën, në vend që të tregojnë që njeriu duhet ketë frikë Allahut, ato japin mesazhin që femra të ketë frikë mashkullit. Se unë personalisht, të tjerë mund mos e marrin si mesazh të tillë. Unë ashtu e marr. Të jetë dikush që të japi, të tregoj shembuj, prandaj janë dhe hadithet, prandaj merret shembulli se si sillej profeti, se çfarë thoshte, se çfarë bënte, sepse në fundit ai ishte mashkull dhe ai jep shembullin se si çdo mashkull musliman duhet sillet. Kur thua kështu thua, apo ne nuk kemi profeti thon. Ai ishte i një, patjetër ishte i vetmi njeri i perfekt që Allahu e zgjodhi të ishte profeti i fundit në këtë botë. Dhe njeriu më i mirë në këtë botë. Patjetër që nuk mund të themi që bëhu si ai, por merr shembuj pozitiv, luftoj ato gjërat negative brenda vetes, në vend që thoni detyrat e femrës ndaj bashortit, apo thoni bashortit detyrat ndaj femrës, tregoni që ai ka përgjegjësi, po jo që nuk janë në kuptimin nuk janë të barabartë, por thjesht meshkujt kanë një përgjegjësi më shumë ndaj femrës, siguri, përgjegjësi financiare, familjare, t'japin mbrojtje etj. Po jo ta abuzojnë me femrën, sepse shumë meshkuj që kanë ndoshta probleme dhe kanë trauma nga e kaluar, kanë parë baballar, trahin nënat e të tjerë. Unë kam patur një komshi që në momentin nuk e di, prandaj duhet keni frikë ligjëratat që dëgjoni. Një komshi u bë musliman, kishte mbi 20 e ca vite, ishte mosha e babait tij dhe komshi dëgjonin se si ai rrihte gruan, domethënë marrin një pjesë shumë të gabuar. Islami nuk është dhunë, nuk është forcë, nuk është shiko do bëj çfarë them unë, çepe mbyllë gojën. Nuk është e tillë. Në momentin kur tregoni të drejtat e femrave, dashur xhallar, tregoni edhe shembullin e profetit Muhammed tek djemt e rinj. Shoh shumë djem të rinj që ndjekin disa hoxhallar që për mendimin tim janë thjesht pa gjykuar, thjesht po jap në mënyrë figurative, luajnë rolin e Nastradinit dhe në fund ato marrin shembullin e keq. Dëgjoj lloj budalliqesh që nuk e di domethënë i japin atë të komandimit, i japin atë mesazhin e komandimit të gruas dhe abuzuesin e bëjnë më abuzues dhe jo të qetësohet nga Islami. Dhe i fusin frikën femrave. Është shumë gabim kjo gjë. Kështu që kjo ishte video për sot. Ju uroj më falni se kam qenë pak smur. Ju uroj një javë të këndshme dhe paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ju.